Territori shqiptar për datën 13 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe temperatura të larta për këtë periudhë. Paraditja do të jetë me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja sjell kalime të lehta vranësirash në Bregdetin perëndimor. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 19 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 deri në 8 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa në zonat bregdetare her pas here arrin deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 13 nëntor 2025 pritet të jetë i moderuar nga 3 deri në 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 13 nëntor do të jetë në orën 6:19, ndërsa perëndimi në orën 16:30. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 10 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi, 10 deri në 14 gradë Celsius. Tiranë, 13 deri në 17 gradë Celsius. Durrës, 12 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan, 13 deri në 17 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 17 gradë Celsius. Korçë, 6 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 11 deri në 17 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 19 gradë Celsius.